Anglia është në prag të shkrimit të historisë gjatë fushatës së tyre kualifikuese të Kupës së Botës. Tre luanët arritën 7 fitore nga 7 ndeshje duke mposhtur lehtësisht Serbinë 2-0 në Wembley dhe goli i Bukayo Saka në gjysmëore i dha Anglisë përsinë përpara se zëvendësuesi AZ të mbuloste 3 pikët në fundin e ndeshjes. Kombëtarja e drejtuar nga Thomas Tuchel ende nuk ka posuar gol në kualifikueset e Kupës së Botës. Nëse mbajnë portën e paprekur kundër Shqipërisë të dielën, djemtë e Tuchelit do të bëhen kombëtarja e parë europiane që ka kaluar ndonjëherë një fushatë të tërë kualifikuese të Kupës së Botës me mbi 6 ndeshje pa posuar gol. Eksperti i futbollit Bill Edgar i The Times tha se ekipi i fundit europian që nuk posoi gol 6 ndeshje në fushatën kualifikuese të Kupës së Botës ishte po Anglia përpara Kupës së Botës 1990. Tuchel mund ta përdorë statistikën e çuditshme si motivim përpara udhëtimit të së dielës në Tiranë. Anglia ka shënuar 20 gola deri tani duke mos posuar asnjë.